nderuar deputet, siç jeni ndjeni, Policia e Shtetit është programi më i madh buxhetor i Ministrisë së Brendshme. Projekt buxheti afatmesëm për vitin 2026-2028 është hartuar në përputhje me ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë. Ne si tjetër. Ne si institucion kemi marrë pjesë në gjitha fazat e konsultimeve. Po. Tani e fika vetë, po. Është okej? Të tjetërin? Ndoshta. Përshëndetje? Është okej? Atëherë, siç jeni ndjeni, nderuar kryetar, nderuar deputet, Policia e Shtetit është programi më i madh buxhetor i Ministrisë së Brendshme. Projekt buxheti afatmesëm për vitin 2026, për vitet 2026-2028 i Policisë së Shtetit është hartuar në mbështetur në ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë dhe ne si institucion kemi marrë pjesë në gjitha fazat e konsultimeve që janë bërë në Ministrinë e Financave në lidhje me kërkesat buxhetore për këtë periudhë dhe në mënyrë të veçantë për buxhetin e vitit 2026, takime të cilat janë zhvilluar në muajin shtator të këtij viti. Buxheti i parashikuar në total për vitin 2026 është në shumën 29.6 miliard lek, me një rritje prej rreth 2.8 miliard lek ose rreth 17% në raport me buxhetin e vitit 2025. Buxheti i parashikuar për vitin 2026 sipas zërave kryesor të shpenzimeve dhe me ndryshimet në raport me planin e buxhetit të vitit 2025 paraqitet si më poshtë. Për shpenzimet e personelit, paga dhe sigurime shoqërore, tavani është 19.9 miliard lek, ose me një rritje prej 12% në raport me buxhetin e vitit 2025. Në raport me buxhetin në total, këto shpenzime zënë rreth 67% të tij. Për shpenzimet e tjera, madhra dhe shërbime dhe transferta, tavani është rreth 5.1 miliard lek, ose me një rritje prej 2% në raport me buxhetin e vitit 2025. Në raport me buxhetin total, këto shpenzime zënë rreth 17% të tij. Për shpenzimet për investime, financimi brendshëm, tavani është rreth 2.2 miliard lek, ose me një rritje rreth 21.7% në raport me buxhetin e vitit 2025 dhe në raport me buxhetin total, këto shpenzime zënë rreth 7% të tij. Shpenzimet për investime, financimi huaj, tavani buxhetor është rreth 2.3 miliard lek, ose me një rritje 35% në raport me buxhetin e vitit 2025. Në raport me buxhetin total, këto shpenzime zënë rreth 7% të tij. Rritja e buxhetit për vitin 2026 në krahasim me planin fillestar të buxhetit për vitin 2025 parashikohet me një rritje totale në masën 17%, rritja e cila sipas zërave të shpenzimeve parashikohet të jetë si më poshtë. Shpenzimet e personelit kanë një rritje në masën 12%, shpenzimet për madhra dhe shërbime kanë një rritje në masën 2%, shpenzimet për investime me financim të brendshëm dhe të jashtëm kanë një rritje rreth 2 herë ose në masën 21.7%. Referuar kërkesave të strukturave të policisë dhe tavaneve të parashikuara në projekt ligjin e buxhetit të vitit 2026 rezulton se me këto tavane garantohet mbështetja dhe funksionimi normal i strukturave të policisë së shtetit nëpërmjet financimit të shpenzimeve të nevojshme për mbulimin e shpenzimeve të personelit për gjitha strukturat, financimin e shpenzimeve të tjera për madhra e shërbime si blerje karburanti, kompletim me uniformë punësuesve të policisë, mirëmbajtjen e sistemeve të teknologjisë së informacionit, mirëmbajtjen e mjeteve dhe godinave, trajtimin me ushqim të strukturave të policisë, shpenzime për mbulimin e shërbimeve të punonjësve në funksion të realizimit detyrave, si dhe shpenzimeve të tjera të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit normal të strukturave të policisë, si dhe financimit të shpenzimeve për investime për disa projekte të rëndësishme në fushën e teknologjisë, pajisjeve dhe ndërtimin apo rikonstruksionin e disa godinave. Si risi të mbështetjes financiare për vitin 2026 mund përmendim financimin e efektit financiar të vjetërsisë mbi pagën për grad, i cili aplikohet për herë të parë në këto nivele pas hyrjes në fuqi të ligjit për Policinë e Shtetit me një efekt financiar për 176 milion lek, ku nga grada komisar deri tek drejtues madhor përkthehet me një rritje mesatare rreth 5.000 lek të reja në muaj. Ndryshimin e skemës së financimit të kompensimit me ushqim të punonjësve të policisë së shtetit nga ushqimi në natyrë në kompensim financiar me para në dorë me një efekt prej 1.4 miliard lek
ose rreth 11.000 lek në muaj që shtohen në llogarinë e çdo punojësi policie. Financimi në masën 100% të efektit të mbikohës së punës dhe orëve të natës me një efekt prej 1.2 miliard lek. Financimi në masën 100% të efektit të angazhimit të strukturave të policisë gjatë sezonit veror me një efekt financiar prej 379. Financimin e projektit Smart City për vlerën 3.2 miliard lek, financimi brendshëm dhe i huaj. Disa nga projektet më të rëndësishme të parashikuara për investime në vitin 2026 në mënyrë të përmbledhur po i paraqesim si më poshtë. Investime me financim të huaj, siç përmendëm sistemi kamera administrim policisë shtetit ose Smart City në masën 2.2 miliard lek. Financimi i këtij projekti i tepër të rëndësishëm për policinë synon realizimin e monitorimit dhe identifikimin në kohë reale të automjeteve që qarkullojnë akset rrugore të cilësuara me interes prioritar për policinë e shtetit, si dhe në gjitha pikat e kontrollit kufitar, padyshim duke përfshirë edhe shkollat dhe administrimin e sigurisë nëpër qytete. Objektivi përgjithshëm i projektit është që të rritet niveli i sigurisë publike dhe performanca e punojësve të policisë së shtetit duke instaluar sisteme elektronike për monitorimin dhe kontrollin më të mirë të territorit, duke siguruar informacion për parandalimin dhe ose zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Investime me financim të brendshëm, cilat janë aktualisht projekte në vazhdim, mund përmendim ndërtimin e komisariatit të policisë Skruj me një vlerë prej 107 milion lek, ndërtimi rikonstruksioni i godinës së drejtorisë vendore të policisë Elbasan në shumën 52 milion lek, ndërtimi dhe rikonstruksioni i godinës së komisariatit të policisë Sarand në masën 75 milion lek. Nëpërmjet financimit si më sipër mundësohet krijimi i ambienteve të reja dhe modernizimi i atyre ekzistuese sipas parametrave bashkëkohor për dhomat e shoqërimit apo ndalimit të shtetasve, ambientet posaçme për marrjen në pyetje të miturve, për avokatin, për mjekun, si dhe ambientet të reja për pritjen e qytetarëve. Ndërtimi i objekteve të reja dhe rikonstruksioni i objekteve ekzistuese do të sistemojnë dhe krijojnë ambiente të brendshme dhe të jashtme funksionale, që do të shërbejnë si për parkimin e automjeteve të komisariatit, ndërtimi i sallave operative sipas standardeve më të reja me sipërfaqe optimale dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për marrjen dhe transmetimin në kohë të informacionit apo denoncimit të qytetarëve, si dhe rikonstruksioni i dhomave të shoqërimit në komisariatet e policisë Tiranë apo blokun e sigurisë dhe i dhomave të shoqërimit në komisariatin e policisë Lushnjë në masën 32 milion lek. Nëpërmjet financimit mundësohet krijimi i dhomave të shoqërimit për meshkujt, femra të mitur dhe dhomat për marrjen në pyetje, krijimi i tualeteve të ndara sipas kërkesave të procedurave standarde, referuar dhe rekomandimeve të avokatit të popullit për përmirësimin e kryerjes detyrave funksionale nga komisariatet në policinë e shtetit dhe plotësimin e standardeve për personat e shoqëruar bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut. Gjithashtu, kemi pajisje për policinë e rendit, financimi i këtij në masën 433 milion lek, ku financimi i këtij projekti ndikon në rritjen e kapaciteteve cilësore operacionale, të cilat synojnë realizimin e misionit të njësisë speciale Renea me cilësi dhe efikasitet, gjithashtu dhe realizimin e objektiveve në luftën kundër krimit dhe mbrojtjen e rendit dhe sigurisë publike, rritjen e kapaciteteve operacionale në mjedise ujore për kryen e operacioneve të ndërlikuara, përfshirë dhe mjediset ujore liqene Lumej Dete. Ky projekt synon të përmirësojë ndërveprimin në terren, mbrojtjen individuale të efektive dhe të ofrojë mjete moderne teknike për kryen e operacione ndërlikuara taktike, kompletimin e njësisë Renea me pajisje mbrojtëse të përdorimit të forcës dhe pajisje për njësinë e zhytjes. Gjithashtu, përmbushjen e angazhimit marrë nga qeveria shqiptare në samitin e NATO-s në Hag, për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe sigurisë në 5% të GDP-s dhe në të njëjtën kohë dhe pajisjet mbrojtëse të përdorimit të forcës dhe kompletimin e njësisë speciale Renea do të kontribuojnë për përballimin me sukses të sfidave të sigurisë gjatë samitit të NATO-s që pritet të zhvillohet në Shqipëri në vitin 2027, duke marrë parasysh që gjatë samitit të EPC-s që u zhvillua këtë vit në vendin tonë, na doli si problematik që pajisjet e Reneas ishin të vjetëruara dhe jashtë afatit të tyre të përdorimit. Gjithashtu, blerja automjetesh speciale në masën 119 milion lek, ku financimi i këtij projekti do të ndikojë në kompletimin dhe modernizimin e strukturave policisë shtetit me mjete speciale transporti, rritja e efektivitetit punës strukturave sigurisë publike dhe performancës punojësve të policisë, duke ndërhyrë në rastet emergjente stabilizimit situatave me mjete bashkëkohore për parandalimin e ngjarjeve të ndryshme të rrezikimit të rendit dhe sigurisë komunitetit. Gjithashtu është parashikuar blerje e mjeteve transporti për rinovimin dhe kompletimin e flotës së mjeteve rrugore të policisë shtetit në masën 100 milion lek,
dhe financimi i këtij projekti synon të ndikojë në rritjen e fuqisë goditëse ndaj krimeve të nivelet ndryshme, rritjen e parametrave të rendit dhe sigurisë në komunitet, rritjen e integritetit të punonjësve të policisë, rritjen e sigurisë në punë të punonjësve të policisë, rritjen e performancës të punonjësve të policisë, duke u përfaqësuar denjësisht para opinionit publik, parandalimi, zbulimi dhe goditja e çdo veprimtarie kriminale në mbrojtje të pronës dhe jetës qytetarëve. Gjithashtu janë parashikuar pajisjet teknologjisë të informacionit në masën 185 milion lek, ku pajisje kompjuterike 117 milion lek, ku financimi i këtij projekti synon të ndikojë në rritjen e sigurisë të infrastrukturës teknologjike në përputhje me kërkesat aktuale të sigurisë, performancës dhe menaxhimit të pajisjeve për kalimin në sistem operimi të përditësuar, për mbrojtjen nga ekspozimet të sistemeve teknologjike të strukturave të policisë së shtetit ndaj sulmeve kibernetike, për cilat për fat keq kemi qenë edhe objekti këtyre sulmeve, rreziqeve të larta që paraqet ky si sektor. Ky përmirësim është i nevojshëm dhe i domosdoshëm për të siguruar garancinë e të dhënave, si dhe për të përmbushur standardet bashkëkohore të menaxhimit dhe ruajtjes së informacionit. Gjithashtu kemi parashikuar projekt financiar dhe inventarizues për policinë e shtetit në masën 68 milion lek. Financimi i këtij projekti nga implementimi i këtij sistemi do të ndikojë në administrimin dhe pasqyrimin real të aseteve të policisë së shtetit, menaxhimin efektiv të tyre, por edhe planifikimin e saktë të nevojave për riparime e mirëmbajtje të aseteve. Ky program do të bëjë të mundur regjistrimin e aktiveve në çdo njësi shpenzuese, monitorimin e stokut të magazinat e njësive shpenzuese, krijimin e inventarizimit të aktiveve. Gjithashtu është parashikuar dhe pagesa e TVSH-s për projektin Smart City në masën 1 miliard lek. Kjo ishte në mënyrë të përmbledhur ajo që kemi parashikuar në buxhetin për vitin 2026, nëse ju duhen detaje për një projekt caktuar, i kam gati dhe mund t'u jap. Po, faleminderit drejtor. Sigurisht që rritja e buxhetit në përgjithësi e buxhetit shtetit është reflektuar edhe në rritjen e buxhetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, si një nga agjencitë kryesore lizbatuese në Shqipëri. Dhe unë do veçoja dy komponent mjaft rëndësishëm, megjithëse ka prekur pothuajse në mënyrë horizontale preken rritja e buxhetit, po dy janë për mua komponent që e meritojnë të veçohen. E para është projekti Smart City, i cili është një projekt ambicioz për 2.2 miliard lek i parashikuar dhe që do shënoj përdorimin e teknologjisë në funksion të rritjes maksimale të sigurisë në rrugët e Shqipërisë, por jo vetëm, edhe në institucione, ashtu siç e përmendët ju, të arsimit, sidomos edhe institucione tjera të sigurisë, dhe besoj se duhet jetë në një fazë përmbyllëse edhe gati për të filluar procedurat për zbatimin e këtij projekti, dhe pyetja ime do ishte pikërisht kjo që kur si është parashikuar, çfarë kalendari ka për projektin Smart City. Pra, kur mendoni që bëhet gati projekti për tenderim dhe nga momenti i tenderimit sa kohë do duhet, do ishte me shumë interes edhe për publikun edhe për këtë komision ta dim. Dhe komponenti dytë i rritjes ka të bëjë me trajtimin dinjitoz të uniformës së policisë shtetit, dhe këtu besoj se është e qartë që trendi rritës i pagave është reflektuar edhe në këtë buxhet. Dhe po t'i marrim me radhë inspektori thjesht, për shembull, paga mesatare inspektorit thjesht tashmë ka shkuar në 1 milion lek. Pra këtë vit ka psuar një shtesë inspektori thjesht prej 40.000 lekësh të vjetra, flas të vjetra gjithmonë, për punonjës gjithmonë me një vjetërsi mesatare 15 vjet, sepse sigurisht që është edhe në luhatje të vjetërsisë. Për nën komisarin është shritur 55.000 lek këtë vit, edhe ka shkuar si pagë mesatare në 1.116.000 lek, rritja gjithmonë për punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet. Për komisarin është shritur 56.000 lek, edhe paga mesatare ka shkuar për komisarin 1.256.000 lek, gjithmonë për punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, dhe drejtues
me gradën drejtues në polici është rritur me 100.000 lek dhe paga mesatare për pozicionin drejtues apo gradën drejtues ka shkuar 1.560.000. Raporteve ndërkombëtare